Po, ishte praktikisht zoti Trump thotë që nëse ju do të keni ndonjë problem atje, just call me, domthonë, vetëm më thirr dhe ju e konfirmoj që patjetër që do të vis rast. Po thonë, është një gjest, mendoj që ndoshta jo shumë në kuptimin diplomatik, sa një sinjal i qartë që Shtetet Bashkuara të Amerikës qëndrojnë pranë Kosovës, që Kosova e ka një linjë të hapur me administratën amerikane për çka do që mund të aksionojë në rand të parë sigurinë dhe mund të ketë probleme të tjera. Edhe është një sinjal, besoj, një mesazh në ndreshta që i dërgohet edhe Serbisë që Shtetet Bashkuara të Amerikës qëndrojnë pranë Kosovës dhe çdo tendencë që është parë në të kaluarën e afërt, sikur rasti Banjska ose pengesa të tjera të organizuara nga Serbia, do të marrë përgjigjen jo vetëm Kosovës, por Kosovës bashkë me aleatet e saj kryesore Shtetet Bashkuara të Amerikës, që mendoj që do të lexohet drejt edhe nga Kosova, po edhe nga Serbia, nga Kosova që të investojë më shumë në këto raporte Kosovë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa nga Serbia që të ketë mendjen dhe të mos bëjë veprime të cilat do të shkaktonin një kontrreagim ose një përgjigje të fuqishme të Kosovës bashkë me aleatet. A ka ndarë zonja Osmani, si që Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, ka bërë në rrjetet e tij sociale ndonjë koment për çfarë është folur dje në Washington? Për takimin apo ndonjë mesazh kryesor të saj për popullin e Kosovës pas këtij takimi? Në kresh çfarë ka ndarë është thënë që Kosova ka marrë garanci të reja nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të jenë pranë, do të jenë afër, do të jemi bashkë. Dhe gjithashtu është përmendur edhe procesi i Hagës që është diskutuar me presidentin Trump, e pam fjalimin e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili e shfrytëzoi për mrekulli atë audiencë të nivelit global për të ngritur një çështje që për Kosovën dhe gjithë shqiptarët është shqetësuese, procesi i deformuar juridik në Hagë, ku liderët e Kosovës janë duke u gjykuar pa të drejtë dhe e ngriti shqetësimin për një rrezik që kanoset nëse nuk ka një vëmendje në aspektin e mbikëqyrjes, jo ndërhyrjes politike në procesin gjyqësor, po të një mbikëqyrje nga shtetet e fuqishme që janë edhe sponsorë të kësaj gjykate. Dhe zonja Osmani në platformën e vetë sociale tregon se është diskutuar para temë, ndonë se ka hezituar të ndajë informacione me arsyetimin se do të pengonin procesin atje, nuk do të ndihmonin që ndashin me shumë informacione. Po fakti që është diskutuar për temën e procesit të Hagës, i cili është duke e mbajtur Kosovën pa frym derisa të përfundon, është e rëndësishme, po edhe kjo aspekti i mbështetjes në aspektin e sigurisë dhe vazhdimit të fokusit të Shtetit Bashkuar të Amerikës drejt Kosovës është shumë e rëndësishëm, sidomos tani kur po diskutohet se NATO-ja do të ketë një ristrukturim dhe zvogëlim të trupave në Ballkan, edhe në Kosovë, kur konfirmohet se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vëmendjen këtu, për ne e flet shumë.